Yes, I am disappointed because Jam shumë i zgënjur nga gjithçka që ndodhi në këtë takim. Palët politike në Shqipëri duhet të negociojnë për të gjetur një zgjidhje. Kjo është e domosdoshme, pasi kjo situatë do të ndikojë drejt për drejt në raportin që po përgatit Bashkimi Evropian për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. From the Albanian side, any compromise, all the compromises. Mosarritja e një konsensusi mes palëve është një mesazh i qartë negativ për BE. Them se përgjegjëse për situatën janë të dyja palët dhe duhet të negociojnë për të ofruar sa më parë një zgjidhje për krizën politike. Kjo është shumë e rëndësishme për proceset e mëtejshme integruese të vendit tuaj. Nëse keni vullnet, zgjidhet edhe kriza politike. Vetëm pasi të zgjidhet kriza, atëherë duhet të nis puna për ndryshimet në kodin zgjedhor. Kështu që unë propozoj që të bëhen ndryshimet përkatëse në kod me miratimin e palëve. Këto ndryshime të dërgohen në parlament, të cilat do të kenë efekt prapaveprues për zgjedhjet e shkuara parlamentare. Qeveria ka garantuar se fletët e votimit nuk do të digjen dhe se për zgjedhjet e ardhshme lokale, ajo siguron kuti të reja të fletëve të votimit. Është shumë e çuditshme që ju nuk pranoni të zbatohet kushtetuta dhe kodi elektoral. Dhe në qoftë se kolegët parlamentar të Parlamentit Evropian këmbëngulin se kjo kuptohet, çka është e vërtet, unë i lutem ata të kuptojnë që problemet në Shqipëri fillojnë këtu. Prandaj gjërat janë të shkruar në mënyrë që nesër mos diskutojmë ndryshe. Pa miratimin e propozimit të zonjës PAK, që është 3A-ja, e cila i kontribon zgjidhjes së krizës në Shqipëri, është pa sens që ne të miratojmë ca numra të tjerë të deklaratës. Deklarata miratohet si një e tërë, e cila shpreh vullnetin politik për të parë përpara dhe jo mbrapa.